Nuk është problemi ti ku e gjen forcën, e ketë patjetër që është i fortë. Kështu që ti duhet të reflektosh forcën. Se ai shikimin, ai ndihmën e kërkon tek sytë tu. Nëse mu më ka panika, nëse unë e tregohem i dobët në atë moment, pra e gjitha ajo pastaj ka efekt zinxhiror dhe arrin deri tek Ermali, i cili pastaj edhe bëhet edhe më keq në aspekt asaj, humbën besimin dhe ky relacion i cili është kriju, kjo kisha thonë ngjësi që i japim njëri tjetrit është e veçantë dhe këtë më thonë edhe shokëve, pra nuk është problemi që unë gjej forcë. Është e paqetërsueshme që është i fortë. Dhe shkaku i asaj, pra Ermalin e kam si një lloj reflektimi personal dhe pra i shkëmbejmë atë forcën nëpërmjet shikimeve, nëpërmjet gestikulacioneve që bëjmë njëri me tjetrin. Dhe një farforme neve bashkëfrymojmë, pra në të mirë dhe në të keqe, tam këto vite.